Përshëndetje, jemi bashkë në këtë edicion të orës 14 me disa prej zhvillimeve të kësaj të diele. Do të ndalemi tek Vlora zyrtarisht në sezonin veror, ku mbrëmjes së shtunës ka çelur zyrtarisht sezonin turistik të 2026-s me evente festive dhe artistike. Në zemër të Lungomares, qytetarët dhe turistë kanë ndjekur koncertin festiv ku performuan artistë të njohur. Vlora ka çelur zyrtarisht sezonin turistik 2026 me evente festive dhe artistike, që kanë sjellë atmosferë të gjallë në qytetin bregdetar. Në zemër të Lungomares, mijëra qytetarë dhe turistë kanë ndjekur koncertin festiv, ku performuan artistë të njohur si Gjensila Mirtezaj, Bruno, Klajdi Aruni dhe Adelina Ismaili, duke krijuar një atmosferë festive që zgjati deri në orët e vona të mbrëmjes. Mbrëmja u shoqërua edhe me spektakël fishek zjarrës, ndërsa Lungomaria u kthye në epiqendrin e festës. Koncerti festiv i organizuar në kuadër të çeljes së sezonit turistik është ndjekur nga pushues vendas dhe të huaj, të cilët janë shprehur të impresionuar nga bukuritë që ofron Vlora, atmosfera festive dhe organizimi i aktiviteteve. Shumë mirë, Vlora çdo vit e bën mrekulli. Organizimi që ju duket? Shumë mirë, shumë mirë. Çfarë prisni nga Vlora në këtë sezon veror? Pasërtia ajo është kryesore. Pasërtia. Po do? Po normal, turizmi është i pari në Vlorë. Po pasërtia duhet të thotë. Se unë vlonjat jam vetë. Sezoni veror sot në qytetin e Vlorës. Si të duket aty? Shumë bukur. Do kënaqemi shumë. Me kë ke ardhur si po kalon? Do kënaqemi shumë, kemi ardhur me gocat, me shoqet. Po, me shoqet. Është shumë bukur, është një atmosferë shumë bukur. Si e pret sezoni veror që vit në Vlorë? Do ketë shumë turizëm, do jetë? Do ketë. Shpresojmë të jetë më mirë se vitet e tjera. Edhe kjo është një rast i rrallë, ka që entuziazëm, ka që bukuri, ka që kënaqësi për njerëzit. Nuk e shkolloj për ta organizuar. Në fakt, shenjat që janë deri tani janë dhënë që do të ketë përmirësime, shtime, kupton? Pjesëmarrje më të madhe, nuk diskutohet kjo. Edhe një gjë e mirë është që nuk e di nga vitet e tjera, si vjetë në Vlorë ka shenja që ka një parjeturie më të madhe krahasim me vitet e tjera, në pikpamje të asaja që kërkojnë njerëzit, të kuptoni? Se kërkojnë njerëzit, vinë për plazh, po nuk duan vetëm plazh. Duan e gjëra të tjera, se gjitha e ditë. Të marrë me mëshësinë time, nuk e nashemi shumë. Ne nuk i prisim që do vini këta këngëtarë. Këngëtari joti preferuar? Gjensila. Po. Po, më shumë turist, se ja. Është janë Vlorë. Shumë të me vajzën dhe me mbesën. Gjitha gjërat e mira, i presë. Shumë mirë, po kalojmë me aqën. Shumë i mirë, shumë bukur. Çfarë presim? Këtë atmosferë, këtë turista sa më shumë. Edhe Vlora diçka ka ndryshuar. Për mirë. Kemi shpresë. Po, shumë më festive, domethënë. Jemi me shoqe. Shumë bukur. Mendoj se do ketë shumë turista. Me çfarë shikoj, domethënë. Po, shumë. Aktivitetet festive do të vijojnë edhe gjatë ditës së diel, me evente të tjera artistike që pritet të tërheqin qytetarët dhe turistë, duke konfirmuar edhe një herë Vlorën si një nga destinacionet më të preferuara të verës në Shqipëri.
E pavarësisht kushteve jo shumë të favorshme të motit, sipas nënkryetares së Bashkisë së Vlorës Irena Toshkallari, aktivitetet në kuadër të çeljes së sezonit turistik të Vlorës vijojnë edhe në ditën e dytë të tyre duke sjellë atmosferë festive, ndërsa do të kulmojnë mbrëmjen e së dielës me koncert elektrizues. Aktivitetet në kuadër të çeljes së sezonit turistik në Vlorë kanë vijuar dhe në ditën e dytë duke sjellë atmosferë festive përgjatë zonës së Lungomares. Pavarësisht kushteve jo shumë të favorshme të motit, pjesëmarrja ka qenë e lartë, veçanërisht nga fëmijët, të cilët kanë sjellë energji dhe gjallëri përmes aktiviteteve të shumta artistike dhe sportive. Kërcime, muzikë, teatr kukullash, lojra dhe gara sportive kanë mbushur ambientet e Lungomares, ndërsa një nga momentet më të veçanta ka qenë gara e notit me pjesëmarrjen e fëmijëve të grupmoshave të ndryshme. Aktiviteti ka tërhequr vëmendjen e pushuesve dhe qytetarëve duke krijuar një atmosferë festive në Bregdetin e Vlorës. Nënkryetaria e Bashkisë së Vlorës Irena Toshkallari u shpreh se pavarësisht motit, aktivitetet nuk kanë dalur dhe do të vijojnë edhe gjatë pasdites dhe mbrëmjes me evente të tjera artistike, ku pritet të kulmojnë me koncertin festiv. Sigurisht kjo tregon shpirtin sportist të fëmijëve, të cilët me ekipet e tyre kanë ardhur pavarësisht kushteve atmosferike, sapo përfunduam garën e notit me ekipin e Flamurtarit. Aktualisht janë duke u bërë njëkohësisht edhe ekipet e volejbollit, teatri kukullave njëkohësisht. Sigurisht që pavarësisht që bie shi, në pasdite do të vazhdojmë përsëri që të ketë aktivitete të tjera, ku do të ketë një kënd të dedikuar për fëmijë, vazhdon akoma panairi i produkteve artizanale që do të fillojë prej orës 18:00 do të vazhdojë deri në mbrëmje për të kulmuar me koncertin e madh festiv, ku janë emra shumë të njohur, duke nisur prej Ronela Hajatit, Elgi Dodës dhe të përfunduar me Noizin. Ndërkohë, edhe drejtoresha e Qendrës Kulturore të Vlorës Angela Kapullani theksoi rëndësinë e organizimit të këtyre aktiviteteve në funksion të promovimit të turizmit dhe gjallërimit të jetës kulturore në qytet, sidomos në prag të sezonit veror. Jemi në ditën e dytë të sezonit turistik të çeljes së saj. Ne kemi ardhur sot me teatrin e kukullave për fëmijë së bashku me Akademisë Star Dance për një atmosferë sa më të madhe. Njëkohësisht jemi këtu dhe në orën 7, orën 19 të mbasdites me të tre institucionet të varësisë të Bashkisë Kulturore. Jemi presin në orën 7. Një nga aktivitetet më të pëlqyera ka qenë gara e notit, ku morën pjesë 10 fëmijë të grupmoshave të ndryshme. Trajneri i ekipit të notit, Olgert Muço, u shpreh se noti është një sport që simbolizon Vlorën dhe traditën e qytetit bregdetar. Ai theksoi se aktualisht janë rreth 15 fëmijë pjesë e ekipit të Flamurtarit në disiplinën e notit. Patjetër dhe një falënderim i shkon Bashkisë për këtë mundësi që na krijoi. Dhe me këtë rast neve çelim sezonin e notit, që është një nga sportet më të bukura dhe më elitare të qytetit tonë. Mendojmë që këtë vit neve si klub kemi arritur disa rezultate mjaft të mira dhe pozitive në garat kombëtare që kemi marrë pjesë. Po ashtu synimi jonë është që në këto gara që vinë të kemi dhe mundësinë të sjellim dhe kampionin e këtij sezoni. Sa sportist ka Vlora sot në not? Aktualisht ne jemi të federuar me rreth 15 notar, nga të cilët duhet jenë 10 djemë dhe 5 vajza, ku kanë marrë pjesë për aktivitete kombëtare dhe madje do marrin pjesë tani në aktivitet në bar kombëtar që bëhet në Durrës. Noti, volejbolli, teatri kukullave, kërcime dhe muzika kanë shoqëruar kështu ditën e dytë të aktiviteteve në kuadër të çeljes së sezonit turistik në Vlorë, duke krijuar një atmosferë festive për qytetarët dhe vizitorët. Do të ndërojnë temën e zhvillimeve. Personat me aftësi të kufizuara detyrohen të paguajnë biletën e autobusit në të kundërt. Ata zbresin nga autobusi. Sipas Hysen Muhametaj, kreu të shoqatës së personave me aftësi të kufizuara, kjo është një situatë e përsëritur e cila ndodh vetëm në qytetin e Vlorës. Personat me aftësi të kufizuara, invalidët, para dhe tetraplegjikët, po detyrohen të paguajnë biletën e shërbimit të transportit publik urban. Në të kundërt, ata detyrohen të zbresin nga autobusi. Hysen Muhameti, kryetari i shoqatës së personave me aftësi të kufizuara në Vlorë, thotë se kjo është një situatë e përsëritur. Sipas Muhametit, Vlora është qyteti vetëm në rang vendi, ku prej nisjes së kësaj jave zbresin me forcë nga autobusi nëse nuk paguajnë biletën. Ka që ditën e njëjtë të javës së kaluar që personat me aftësi të kufizuar, si të themi para dhe tetraplegjik që kanë edhe të pamundur hypjen atje, po dikush mund të tentojë të hypi duke ndihmuar të tjerët, por personat invalid të punës, persona me aftësi të kufizuar janë zbritur nga autobusi. Më vjen keq që citojmë për disajtën herë këtë që ndodh vetëm në qytetin e Vlorës një gjë e tillë që të zbresë invalidët nga autobusi, gjë e cila që në bazë ligjit të së drejtës tyre u takon që ata shërbimin urban dhe ndër qytetas ta kenë falas, shërbimin urban në qytet falas
dhe shërbimi ndër qytetase kanë me 50% të vlerës dhe me vend të përcaktuar. Gjë e cila nuk ka ndodhur dhe nuk është pretenduar që të zbatohet ndonjëherë, kupton ti për kushtet të cilat jemi. Muhameti thotë se i është drejtuar edhe Bashkisë së Vlorës, por nuk ka asnjë përgjigje deri më tani. Sipas Hysen Muhametit, që personat në aftësi të kufizuar të udhëtojnë falas është një drejtë ligjore e garantuar edhe nga Bashkimi Evropian, por në Vlorë operatori nuk e zbaton diçka të tillë. Ne nuk e dim, ne në vazhdimësi jemi drejtuar edhe Bashkisë Qytetit, edhe për rastin që kemi në fjalë që po flasim, dhe nuk kemi marrë përgjigje akoma, janë në bisedime aqar janë nuk e dim, por në bazë të një vendimit të Bashkisë Vlorë dhe të Këshillit Bashkiak për vitin 2024-2025, unë kam vendimin këtu përpara dhe di që operatorit privat i akordohet një shumë e madhe lekësh e cila është e përcaktuar në vendim 15.360.000 lekë. Do me thënë për çdo person që hypë në autobusin urban Vlorë, Skela po Vlorë i të ftohtë, për një person Bashkia në muaj paguan 16.000 lekë të vjetra. Kështu që dhe për 30% të numrit të përgjithshëm të invalidëve që ka presupozohet që ka qyteti. Gjë e cila që me 100% nuk arrihet që të hypi një numër i madh i përcaktuar, sepse në pamundësi, në të mundësive që kanë ata nuk lëvizin për ditë. Ne përderisa pushteti e ka detyrim ligjor për të zbatuar për personat me aftësi të kufizuar, invalidët në tërësi dhe ligji vazhdon të jetë ende në fuqi, nuk kanë të drejtë për ta shkelur. Operatori privat, ku e ka gjetur gjithë të guxim, sepse nuk është hera e parë, e them me përgjegjshmëri, domethënë të plot, që të zbresësh një invalid nga autobusi nuk është zotësi e operatorit. Kjo tregon një diskriminim që u bëhet tyre dhe një, si të themun, të tregon njerëzit të pamëshirshëm në këtë drejtim. Duke zbritur një invalid nuk është zotësisë e tij. Ti si operator privat në bazë licencës që ke marrë nga Bashkia Vlorë, ke dhe detyrimet ligjore të përcaktuara. Nëse Bashkia nuk ti zbaton detyrimet ligjore të japi fondin e përcaktuar, ti lufto me Bashkinë, mos luftoj me personat me aftësi të kufizuar duke i zbritur. Është i vetmi qytet, po e citoj dhe e kam cituar dhe herë tjera, është i vetmi qytet në Shqipëri që zbret invalidët nga autobusët. Ose në të kundërt, personeli që autobusët kanë, të themi faturinat apo shoferët apo këta, duhet të jenë trajnuar për këtë punë. Dhe mua të më hypi me përgjegjshmëri të plot ai personi atje, se mba përgjegjshmëri në qoftë se unë aksidentohem aty te autobusi. Gjë e cila nuk ka ndodhur, sepse ata i kanë shtyrë dhe vazhdojnë të shtyjnë, vinë me lot në sy, kam thënë herë të tjera. Thirrja ime është që këta të mos vendosin dorë mbi invalidët e para. Në mënyrë institucionale të zgjidhin problemet e tyre. Invalidi e ka të drejtë të përcaktuar në ligj shërbimin që duhet t'i bëjë. Qoftë Bashkia, qoftë operatori privat. Vetëm 40 lekë kushton bileta autobusit për një person me aftësi të kufizuara, ndërkohë që ky person nga Bashkia e Vlorës ka të paguara 40 udhëtime falas. Në autobuset e Vlorës vetëm 25% e personave me aftësi të kufizuara e përdorin shërbimin publik të transportit urban. Një podcast skenik ka rikthyer në Vlorë figurën e Tefta Tashko Koços, një prej artisteve më të mëdha dhe një prej zërave më të bukur të njohur në skenën shqiptare, përmes momenteve më të rëndësishme të jetës së saj. Në teatrin Petro Marko, çdo spektator u bë pjesë e ndjeshme e jetës dhe trashëgimisë së artistes së madhe. Një podcast skenik ka rikthyer në Vlorë figurën e Tefta Tashko Koços, një prej artisteve më të mëdha dhe një prej zërave më të bukur që ka njohur skena shqiptare, përmes momenteve më të rëndësishme të jetës së saj. Në teatrin Petro Marko, në një sallë të mbushur me art të dashës, çdo spektator u bë pjesë e ndjeshme e jetës dhe trashëgimisë së artistes së madhe. Gazetarja e njohur Balina Bodinaku, përmes këtij podcastit të veçantë skenik, solli një rrëfim të ngrohtë të ndërthurur me muzikë live, duke përcjellë rrugëtimin e jashtëzakonshëm të Tefta Tashko Koços. Kur flasim për muzikën lirike qytetare shqiptare, emri i Tefta Tashko Koços është i pari që vjen në mendje. Dhe kjo jo vetëm për zërin e saj, që të madhin lasgushe shtyn dhe të thosh për herë,
sa herë e dëgjonte duke kënduar. Ajo nuk këndon, ajo fluturon. Por mbi të gjitha, për të gjithë punën e madhe të saj, në gjurmimin, mbledhjen, ruajtjen, dokumentimin dhe popularizimin e muzikës tradicionale shqiptare. Tefta i kishte të gjitha. Ajo ishte njohur, elegante, shumë e talentuar, e mirë shkolluar, cilësi që e bënin atë të vlerësuar, e i shtruan asaj rrugën drejt skenave prestigjioze të disa prej vendeve të zhvilluara të kohës. Por ajo, pasi shkeli ato rrugë, hapin vendosi ta ndalë këtu, në rrugët e pashtruara të Shqipërisë së saj të fillimit të shekullit e 20 dhe ju vu punës për t'i shtruar vetë ato. Unë ndjem siç vetëm në Vlorë mund të ndjesh, është një qytet i mrekullueshëm me njerëz që duan artin, kulturën, e njerë jam shumë e nderuar dhe shumë e lumtur që ndodhem në këtë qytet. Është në planet e mia, në fakt këtë vit një premier për një tjetër artist shumë të madh me shumë kontribute në artin dhe muzikën shqiptare, po dua ta mbaj surprizë. Mund t'ju them, quhet Tonin Guraziu, është një artist i jashtëzakonshëm që shpresoj të ketë mundësinë ta sjellë edhe në Vlorë. I konceptuar si një udhëtim i ndjeshëm përmes momenteve më të rëndësishme të karrierës dhe jetës personale të saj, podcasti solli edhe një herë në vëmendje artisten e madhe, 79 vite pas ndarjes së saj nga jeta. Merë komplet një dimension tjetër, sepse si dhe ju e dini që unë në Vlorë i kthehem gjithmonë me shumë dashuri, me mall kryesisht edhe me pasion për të dhënë maksimumin dhe për të dhënë nota sa më të bukura kësaj figure kaq të shquar dhe qytetit të Vlorës dhe për gjithë ardashësit e Vlorës. Si e gjetë veten tek një teftatash Koço? Teftatash Koço është vërtet një sfidë sepse është një personazh tepër i spikatur edhe i veçantë, por që u përpoqja që të afroj sa më afër zërin tim tek ai i teftës, edhe kështu të gërshetohen zërat tanë edhe të bëjmë një omazh këngëtares së madhe. Me një kast artistësh si soprano Renisa Laçka, tenori Denis Skura dhe pianistja Merita Tërshana, publiku vlonjat përjetoi një mbrëmje omazhi, nostalgjie dhe emocioni artistik. Ka përfunduar Albania Open në edicionin e tij të 27, ku janë shpahur fituesit, ndërsa pjesëmarrës kanë qenë rreth 98 sportistë nga vende të ndryshme. Vendin e parë i ka marrë sloveni Matias Luga, të dytin Migjen Shala nga Kosova, si dhe të tretin Fanol Shala, po nga Kosova. Përfundon Albania Open në Vlorë, në edicionin e tij të 27 janë shpallur fituesit, ndërsa pjesëmarrës kanë qenë rreth 98 sportistë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Me ceremoninë e zhvilluar mbrëmjen e të shtunës, Albania Open, që tashmë zhvillohet çdo vit në Vlorë, mbylli një tjetër edicion të suksesshëm. Aktiviteti solli një atmosferë fantastike me fluturimet mbi Vlorë pikërisht në ditët e çeljes së sezonit turistik. Ceremonia nisi me prezantimin e gjithë pjesëmarrësve, ndërsa për secilin vend u interpretua edhe himni përkatës. Më pas u vijua edhe me ndarjen e çmimeve për kategoritë e ndryshme pjesëmarrës në këtë aktivitet, nga junior tek femrat dhe kategoria master, si një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë për qytetin e Vlorës. Albania Open u përshëndet edhe nga deputeti i Vlorës Piro Vëngu. Edicioni 27 me më shumë se 30 kompetitor, 20 komsi prej 3 ditësh në Vlorë, dhe siç na e thanë dhe miqtë tanë francezë pak më parë, është padyshim highlighti, siç thanë ata, i verës. Dua këtu të falenderoj dhe të theksoj faktin që ku një skuadër e vogël me shumë këmbgulje si ajo që drejton Alketi arrin të frymëzoj, arrin të këmbguli në këtë mënyrë që të ketë një edicion të 27 dhe çdo vit të ketë një koordinim mbarkombëtar, sepse është gjithë Kosova këtu me ne dhe dua të falenderoj edhe zëvendësministren për pjesëmarrjen. Kjo tregon që vendi patjetër ka një të ardhme nga pikpamja sportive, dhe kur sporti ka një të ardhme, patjetër që edhe vendi ka një të ardhme, dhe nuk ka një kujtesë më të mirë se ky aktivitet sot, kur festojmë dhe ditën e Bashkimit Evropian, sepse është 9 maj dhe duhet patjetër që edhe këtë simbolik ta promovojmë. Në fund u ndanë edhe çmimet për fituesit e turneut Albania Open në edicionin e tij të 27.
Vendin e parë e fitoi Matias Sluga nga Slovenia, ndërsa në vendin e dytë dhe të tretë u renditën vëllezërit nga Kosova, Fanol Shala dhe Migjen Shala. Në qoftë se je shqiptar dhe fluturon, ka shumë gjasa që ti jesh nga Kosova. Në qoftë se je nga Kosova, ka shumë gjasa që ta kesh mbiemrin Shala. Dhe në qoftë se e ke mbiemrin Shala, në vendin e tretë del Fanol Shala. Welcome brother. Mirë se vjen, vëlla. Sigurisht në këtë garë jem ka shumë i pregadet edhe krejt ditën kom besu që kom e dalë kampion në fund, sepse kom pas qetësinë, koncentrimin, gjitha i kom pas vetëm fati në fund të mungaj dhe sigurisht cili do pinive të fitoj kësot është me merit, sepse 7 runda ti jesh vetëm me 5 cm, këtë me thosë që së cili për neve janë nivel shumë të nalë. Albanian, he knows every bad words in Albania, he knows them all, but he is the winner. Dhe sot e ka treguar që ka qenë absolutisht fantastik si një snajperist i jashtëzakonshëm me një qetësi për t'u patur zili, ai ka shkuar dhe ka marrë 0-0 në raundin e fundit, në sekondat e fundit, ai ka qenë the winner. Në një atmosferë festive dhe plot emocione, Albania Open mbyll kështu një tjetër garë në Vlorë, tashmë në edicionin e saj të 27, duke regjistruar dhe një numër të lartë pjesëmarrësish nga vendet e ndryshme të Europës dhe botës. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.